Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka vendosur me shumicë votash rrëzimin e 2 kërkesave të koalicionit opozitar Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore për pavlefshmëri të rezultatit zgjedhor në qarkun e Vlorës dhe të Beratit si dhe rinumërim të votave. Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, pasi e diskutoi çështjen në tërësi, me shumicën e votave vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore numër 38 të paraqitur nga koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me objekt kundërshtimin e vendimit numër 1319 datë 22/5/2025 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, lënien në fuqi të vendimit numër 1319 datë 22 maj 2025 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. KAS, pasi u tërhoq për vendim, me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore numër 39 dhe 43 të depozituara respektivisht nga subjektet zgjedhore Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Nisma Shqipëria Bëhet për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve zhvilluar në datën 11/5/2025 në zonën zgjedhore qarku Vlorës si të papërshtetër në ligj të prova. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 1316 datë 23/5/2025 për miratimin e tabelës për mbledhjes të rezultatit të votimit në zonën zgjedhore qarku Vlorë për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputet në zgjedhje për konventin e datës 11 maj 2025. Këtë të martë KAS vendosi po ashtu që të hapë të gjitha kutitë e votimit të KZAZ-ve 21 dhe 22 në qarkun e Durrësit, po ashtu do të hapen edhe kutitë e votimit nga diaspora dhe 186 kutitë të tjera të po këtij qarku.